Me rastin e Pashkëve, Kisha Ortodokse Vlorës ka shtruar pritjen tradicionale, ashtu si kundër e bën çdo festë të tillë për të ndarë gëzimin e kësaj dite, edhe me autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, njerëz të politikës, drejtues të institucioneve apo edhe me besimtar. Në pritjen e shtruar gjatë kësaj të diele, kanë marrë pjesë autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, drejtues të forcave politike, të mazhorancës dhe opozitës, drejtues të institucioneve, të cilët kanë shprehur urimet e tyre me rastin e kësaj dite të veçantë për besimtarët ortodoks. Ata u pritën nga drejtuesi i Kishës Ortodokse të Vlorës, At Konstantin Prifti, i cili i falenderoi, por edhe shprehu mirënjohjen që u bën pjesë në këtë pritje tradicionale, ndërsa autoritetet dhanë mesazhet e tyre për më shumë paqe, begati dhe harmoni. Gëzuar Pashkën Ortodokse, uroj që kjo festë e shenjtë të sjellë paqe, dashuri, mirësi dhe lumturi në zemrat dhe familjet e gjithëve. Gëzuar të gjithëve. Përfitoj nga rasti që të uroj që të gjithë besimtarëve ortodoks të qarkut të Vlorës, gëzuar Pashkën, një ditë e bukur, e begat, dhe të uroj secilin prej këtyre besimtarëve që nga skaj më verior i qarkut të Vlorës deri në skajin më fundor të tij, çdo të mirë për veten, për familjen e tyre, ardh e bardhë dhe mot më mirë dhe sjell në çdo familje më shumë begati, ndriçim, paqe dhe lumturi. Njëkohësisht uroj dhe mikun tim të ri, At Konstantinin, t'i vej puna mbar në drejtimin e Kishës Ortodokse të Vlorës. Në këtë ditë të shenjtë uroj gjithë besimtarët ortodoks edhe gjithë qytetarët e Vlorës gëzuar Pashkët, paqe, harmonia dhe begatia mbi zotroft në familjet tuaja. Faleminderit. Gëzuar Pashkën të gjithë besimtarëve ortodoks. Drita e mirësisë dhe e paqes së Pashkës sjell për herë begati në familjen vlonjate dhe atës shqiptare. Në emër të Partisë Demokratike e Dega Vlorë, uroj gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Shëndet, paqe, mbarësi, më shumë mirësi, bashkëpunim dhe dashuri me njëri tjetrin. Gëzuar. Gëzuar Pashkët e Krishtera, uroj çdo familje ortodokse të ketë begati, shëndet dhe shumë të mira në këtë vit. Në këto kohë ku urrejtja dhe lakmia po mbajnë kampion në ditët e sotme dhe në shoqërinë e sotme, dëshiroj nga zemra që të zgjedhim dashurinë dhe të mirën. Urrejtja dhe lakmia janë bare rënd më së shumti për atë që i mban se sa atij që i drejtohen. Kështu sa më shumë dashuri, paqe dhe shëndet dhe një herë për çdo familje. Krishti u ringjall. Gëzuar. Ditë e shenjtë, një ditë që jeta fiton mbi vdekjen, drita fiton mbi errësirën. Jo do t'i uroj të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar të festë, më shumë dashuri për njëri tjetrin, ndihmë, respekt, një ditë e gëzuar për të gjithë besimtarët ortodoks këtu në Vlorë dhe kudo që janë. Në emër të Bashkisë Vlorë urojmë të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët, paqe dhe begati në të gjitha familjet vlonjake. Gëzuar. Atëherë një urim zemre, ashtu siç janë këto ditë kaq të paqta dhe që përcjellin mirësi dhe dashuri, kështu qoftë çdo ditë për gjithë shqiptarët, për gjithë besimtarët, pa dallim, sepse këto janë festa, paktën ne shqiptarët kemi të mirë që të gjitha i festojmë me të njëjtën dashuri. Në këtë ditë të shënuar, do doja të uroja të gjithë besimtarët ortodoks, gëzuar Pashkët. Kjo është një ditë e shënuar për gjithë komunitetin, por do thoshte që kjo të përcjelli dashuri, të përcjelli besim të njerëzit, sepse besimi është ajo që i bashkon njerëzit dhe këtë shikojmë që kërkohet në këto ditë të vështira.